Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në kanalin tim. Për të gjithë që nuk më njihni, unë jam Gjesi, edhe sot do të kemi një video tjetër. Siç e shikoni, unë kam vendosur një kordon të kuq, kam veshur bluzën e kuqe dhe këtë xhupin që është si vishnje por të ngjyra kuqe futet. Gjithsesi kur të realizoj videon, se na fik edhe drita. Kam bash. Arsye që qesha është burin këtu me mua dhe po i vinte për të shtitur, por për shkak se unë po realizoja video edhe po e mbante edhe prandaj po më qesheshe. Gjithsesi, siç po thosha, se di se çfarë po thoja, por siç po thosha, gjithsesi, do të bëjmë një video me ushqime ngjyrë të kuqe, prandaj dhe unë jam veshur kështu, e kuqe, edhe sot gjithë ditën do të ham ushqime me ngjyrë të kuqe, do të shkojmë tani në market dhe nuk e di se sa do t'i realizoj, domethënë nuk e di se çfarë do ble, por gjithsesi do t'ju tregoj kur të kthehem në shtëpi se çfarë kam marrë, edhe të shikojmë sa do ta realizoj këtë sfidë. Shifemi për pak. Unë u riktheva në shtëpi, isha në market, mora disa gjëra që më duheshin, por doja t'u tregoj sipas vakteve. Nuk është se kam marrë shumë gjëra me ngjyrë të kuqe, më pëlqenin të merrja frutat, por nuk ishin të stinës, ishin të frigoriferit, edhe mua nuk më pëlqejnë frutat e frigoriferit. Prandaj vendosa të marr si fillim këtë kosin, që është me lule shtrydhje. Brenda tani nuk e ka shumë atë ngjyrën e kuqe, por rëcika që i ka përbërësit edhe shpresoj ta përmbush sfidën. Kam marrë dhe lang boronice. Edhe ky është ngjyrë shumë e kuqe, prandaj vendosa që ta marr edhe kështu. Tani unë do konsumoj mëngjesin, bashkë do të shifemi pas pak sepse kam vendosur që të dal, edhe do t'i marr me vete se çfarë do bëj, ta bëj gjithë ditën time me të kuqe. Kudo që të shkoj, edhe veshjet, edhe në kafe, do marrë diçka lang të kuq, kështu tani konsumoj mëngjesin. Kosi është i preferuar im, kosi frutave. Unë gjithmonë e marr të madh, por nuk më pëlqen shumë i madh. Kosi me lë shtrydhje. Gjithmonë e marr me pjeshk, me gjëra të tjera, dhe prandaj vetë sa të marr vetëm këtë voglin që ti përmbahet sfidës gëzuar nga mua. Edhe bashkë shifemi për pak. Përshëndetje, jemi këtu në një ambient tjetër, unë kam dalë nga qendra, edhe siç ju kisha thënë që në fillim që hapa sfidën, tashmë do ta shikoni që në fillim të videos, por edhe kur kam ngrënë mëngjesin, edhe kam vendosur që sot gjithë ditën time të jem veshje të kuqe dhe të konsumoj gjithë ditën gjëra me ngjyrë të kuqe, siç e shikoni edhe veshjen, kam veshur golfin të kuq sepse koha është pak ftohtë. Edhe fundin e kuq, edhe xhekën e kuqe, vetëm se çizmat edhe çantën e kam vesh të zezë për arsye që t'i kombinoja pak sepse do dukesha vetëm e kuqe edhe prandaj thash të thyeja pak këtë. Por shpresoj që sfidën ta kem realizuar sepse shumica gjërave është e kuqe. Domethënë golfi, xhupi dhe kjo. Tani do ju lej pak me pamjen e bukur të pjesës këtu edhe pastaj shifemi më vonë. Ja edhe çaj prej lule shtrydhje, se më shpiksuar gjithmonë që në mëngjes piva lang boronice, edhe shpresoj që ta ka kaluar edhe këtë sfidën me ngjyrë të kuqe. Sërish bashkë, tani është orari trekës, edhe unë kisha dalë si që patë, isha në lokal, piva një çaj për lule shtrydhje që ti përmbahesha sfidës, edhe si që shikoni kam golfin e kuq, që t'jem akoma brenda rregullave të lojës, edhe pse po më mbyt, por nuk isha bluzë të hollë të kuqe, kisha vetëm për verë dhe nuk doja që të vishesha
Për në verë përgjithësi s'prish punë, se tha për sfidën do ta mbaj. Edhe për drek nuk kam bërë diçka tjetër që të merja domate apo të bëja gjellë, do thjesht mora një gjellë, kështu një supë të thjesht me domate dhe shpresoj që të bëhet e kuqe shumë, sepse të nuk duket, po mendoj që do bëhet edhe unë do shikoj t'i hedh pak salcë ose çfarë mund të t'i hedh ose pak piper të kuq. 2 e drekës edhe unë jam prap këtu te vendi i preferuar, sepse këtu ha ushimin edhe normal që është i preferuar im. Të kohët e fundit më pëlqen shumë ushqime, domethënë jam bërë si thon, lupse, nuk e di, edhe pse nuk dukem, nuk jam shumë shëndosh, por gjithsesi. Tani për drek, siç e pat, kemi gjellë me domate edhe ja. Shpresoj që ta ka marrë ngjyrën, por mua më duket që e ka marrë. Tamam, nuk e ka shumë e kuqe, por mendoj që është mirë, jam afruar, ka marrë dhe lang boronice. Ky është i kuq edhe kështu tani do ta ham drekën, unë do ta provoj tani bashkë me juve. Sepse shera parë që unë marr si kjo supa, marr vetëm pak bukë, se gjithmonë i merja me shijet e tjera, dhe tani ta provojmë të japë mendimin. Është shumë e mirë. Ka domate edhe pak oriz. Edhe shumë e shishme, mua më pëlqen. Tani nuk është tamam si domatet e freskëta, por i afrohet për ndonjë rast kur nuk kemi ndonjë ide çfarë të gatuajmë, e kemi gati dhe mund ta bëjmë për 5 minuta ose kur duhet të ikim në punë. Shpejt edhe gjella e kemi gati. Kështu bashk, tani do shifemi në vaktin e darkës, sepse unë do shijoj se më ka marrë dhe uria, se isha që nga jashtë dhe erdha ta përgatisja, prandaj bashkë do të shifemi në darkë, kurse për juve për 5 sekonda. Hej, u rikëtem pra bashkë, edhe tani ora është 7:30, edhe unë sapo kam bërë një dush, jam larë, edhe njohoni flokët e mia që i kam kapur kështu, por pra dushi stash edhe nuk është se i kam rregulluar, thjesht i kam kapur dhe kam vendosur të kordonin. Kam veshur të pijamat, por nuk është se jam përmbajtur ngjyrën së kuqe këtu, pasi në momentin që të konsumoj darkën, kam vendosur që të vesh sërish bluzën e kuqe, që të përmbahem deri në fund sfidës, edhe shpresoj që ta kem realizuar këtë sfidë me sukses. Bashkë do të shihemi për pak sekonda. Do të marrim patatet që t'i vendosim te ky tasi. Kisha kohë që nuk kisha ngrënë gjëra të skuqura, por duhet ndonjëherë dhe nuk kisha ndonjë ide se çfarë mund të bëja tjetër me ngjyrë të kuqe dhe prandaj vendosa të bëja këto. Nuk besoj se e di që nuk do më ngopi shumë kjo darka, por duhet të realizojmë sfidën. Por si përfundim do ta shoqëroj edhe pak me djathë, sepse nuk më rrihet pa marrë djathë kur konsumoj patate, besoj se kjo është mjaftueshëm. Besoj se po. Tani do të marrim të salcën, që t'ja hedhim sipër. Unë jam me një dorë, se me një dorë kam telefonin. Okej, do të shifemi për 2 sekonda sa të hiqë edhe pjesën e mbetur që ka ngelur këtu. Edhe patatet i kam përzier me salcën, shpresoj që të bëhen pak të kuqe, nuk do bëhen tamam, por shpresoj që t'ja arri pak qëllimit, se nëse jo atëherë do mundohem të bëj diçka tjetër ose do ta quaj sfidën gjysmë të realizuar. Të bëja edhe makarona me salcë, por nuk është se po më pëlqente dhe thash më mirë po konsumoj patate dhe po i bëj në këtë mënyrë. Tani unë do t'i le pak të përthithin salcën edhe më pas do t'i skuqim edhe në fund do shohim rezultatin. Vaktin e darkës edhe unë për dark
Si që thash, kam bërë patate, bëra një darkë shumë të thjeshtë edhe shumë të lehtë edhe jam sikur që kjo darka sot nuk do më mbaj, por nuk kisha ndonjë ide çfarë të bëja tjetër. Për domethënë një ngjyrë të kuqe, kishte shumë gjëra, por më shumë më pëlqejnë patatet dhe vetë sa të bëja patate. Edhe e kam bërë me erza dhe me piper të kuq e me piper zide. E kanë marrë pak ngjyrë, nuk është se janë keq fare. Edhe do t'i shoqëroj me hajvar. Hajvari është ngjyrë e kuqe, sepse duket se tani nuk shikoj asgjë te kamera. Edhe langu i boronicës. Shpresoj që sot ta kem përmbushur sfidat, por edhe nëse jo, do të kemi sfidat e tjera që do t'i realizojmë. Kjo ishte sfida e parë. Që unë realizoj. Janë shumë të mira, kanë shije shumë të mirë. Janë krokante, unë gjithmonë patatet që dua t'i skuq i ble. Domethënë i blen në market, se do thotë dikush që gjithë i blen patatet, por i ble të shoruara, domethënë i ble të kullira, gati. Ndërsa ato përgjell, i ble kokën edhe i pastroj vetë. Më pëlqejnë këto kështu pasi janë krokante, edhe bëhen shumë të mira, më pëlqejnë shumë kur skuqen. Hajvari është shumë i mirë, është shumë djegës, por më pëlqen shumë edhe me djathë. Ta shoqëroj, por për sot që nuk duhet të konsumoj djathë, do konsumoj vetëm me patate. Unë kam edhe disa patate të tjera që i përzjeva pak më vonë, sepse mendoj që këto nuk do më ngopin edhe do mbaroj këto që do më hahen, të tjera do shkoj ti përgatis. Por për sfidën ishin këto. Edhe kështu, një falenderoj shumë që më ndoqët. Shpresoj që kjo video dhe kjo sfida e parë t'ju ketë pëlqyer, në qoftë se po, mos harroni të bëni një subscribe, like, comment, share, por edhe të më sugjeroni se çfarë video dëshironi të shikoni në vazhdim. Unë këtu po ju le tani të shijoj darkën time. Edhe bashkë të shikemi në një video tjetër, deri atëherë kalofshi bukur. Unë tani që po e kontrolloja videon, duke konsumuar darkën dhe mora telefonin dhe po shikoja videon, pash që nuk dukeshin mirë patatet. Edhe vendosoj që t'ja u tregoj këto që kanë ngelur, mendoj që e kanë marrë ngjyrën afërsisht të kuqe. Këtu kemi dhe hajvarin, që është i kuq, edhe langun e boronicës. Edhe kështu, unë tani do vazhdoj t'i mbaroj pjesën tjetër.